ama nga ana tjetër në mënyrë të pavullnetshme Sportin Korç në një periudhë 5-6 vjeçare dhe këtë e konfirmoj sepse shkoja pothuajse çdo 2 javë, rriti ndjeshëm hotelerin dhe turizmin e qytetit. Ishte shembulli më i mirë i turizmit sportiv. Në një transfer që kam qenë në Korç kanë qenë 1100 veta nga Tirana. Gjysma e tyre kanë fjetur një natë parë. 1100 veta janë bler bileta nga tifozët e Tiranës për të parë ndeshjen e Korç. 1100 veta të cilët kanë konsumuar gjithë bizneset e rrugës Tiranë-Korç, kanë shfrytzuar konsumin e këtyre njerëzve, ka fituar bizneset atë që tha të vini pak më parë qytetit Korçës. Vlora nuk po e bën dot. Por ndërkohë në stadium duke hyrë 30 minuta përpara, 30 minuta mbrapa për dalë dhe 1 orë e gjysmë është një ndeshje futbolli, ti nuk kishe mundësi të konsumoje asgjë. Fitoi çdo biznes i mundshëm dhe tek njerëz që të vinë tek hekrat, trajtohen si ato njerëz të ambasadave. Brenda stadiumit ama askush nuk fiton dot. Brenda stadiumit ai që zhvillonte aktivitetin nuk fitonte asgjë me përshtypje të biletës modeste 3000 lekë. Brenda në Air Albania se është për qeshur kjo gjëja, kjo është ne nuk jemi këtu për gjykuar abuzimet, por në ndeshjen Shqipëri-Serbi për shembull, nuk jemi këtu për gjykuar abuzimet, por dhënë fakte, pastaj secili ta vlerësoj vet. Ishte 10.000 lekë një gotë birr dhe ishte 6.000 lekë një hot dog. Ma besoni që në mos 20.000, 18.000 njerëz që kanë qenë aty brenda. Se paku e kanë konsumuar një. Minimalisht kanë shpenzuar 12-13 euro secili, se kishte njerëz që mbanin nga 5, nga 6, një orë para, një orë mbrapa. Pra, i mund të jenë argëtuar afro 300-400 euro vetëm nga biznesi brenda stadiumit. Brenda perimetrit të stadiumit. Po dhe, nuk është vetëm për nivel përfitimi, është edhe për cilësinë e shërbimit që ofron.